Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në Kefalonia të Greqisë, ku një 19 vjeçare u gjet e vdekur në qendër të qytetit të Argostolit. Mediat greke, përfshirë Protothema dhe Newsbomb, kanë zbuluar detaje shqetësuese nga orët e fundit të jetës së saj, ndërsa mes personave të arrestuar është edhe një 22 vjeçar shqiptar. Sipas informacioneve policore, reja ishte në një hotel të zonës së bashku me 3 të rinj, 23, 26 dhe 22 vjeç. Ajo kishte shkuar fillimisht në hotel rreth mesnatës të hënës me 23 vjeçarin. Rreth orës 2 të mëngjesit, grupi dyshohet se vendosi të përdorte kokainë. Substanca narkotike u sigurua nga 26 vjeçari ish peshngritës, i cili u kthye edhe një herë me një sasi tjetër. Gjatë kthimit të dytë, ai shoqërohej nga 22 vjeçari shqiptar, i cili sipas burimeve policore nuk kishte konsumuar drogë. Rreth orës 3 të mëngjesit, 19 vjeçaria u ndje keq dhe humbi ndjenjat. Sipas dëshmive, 3 të rinj të nxorën nga hoteli dhe e transportuan në sheshin qendror të Argostolit. Dyshohet se ata e lanë aty në gjendje të pavetëdijshme, ndërsa më pas u larguan. Pak më vonë, shërbimi i urgjencës e KAB e gjeti i të ren jashtë një lokali dhe e transportoi në spital. Ajo përriti me shenja jete, por ndërroi jetë rreth orës 5:15, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve. Pamjet e kamerave të sigurisë, të analizuara nga policia, tregojnë njërin prej të rinjve duke e mbajtur në krah, ndërsa 2 të tjerët e ndjekin. Autoritetet arritën në identifikimin e tyre përmes materialeve filmike nga hoteli dhe zona përreth. 3 të rinjt përballen me akuza për ekspozim fatal ndaj rrezikut dhe pritet të dalin para prokurorisë. Ndërkohë, trupi i pajetit 19 vjeçares është dërguar për autopsi në Patra, ndërsa analiza toksikologjike dhe histologjike pritet të japin përgjigje për shkaqjet e sakta të vdekjes. Brenda 2 javësh, roli 26 vjeçarit, një ish kampion i peshngritjes me medalje ndërkombëtare, konsiderohet kyç në hetime. Sipas mediave lokale, ai kishte patur një karrierë premtuese sportive, por vitet e fundit ishte kthyer në Argostoli. Familja e viktimës kërkon sqarime për rrethanat e ngjarjes. Nëna e saj deklaroi për median greke Mega se kishte folur me të bijën pak para ngjarjes dhe kishte shprehur shqetësim për shoqërinë e saj. Sipas saj, një prej të rinjve kishte dërguar mesazh ku pranonte se e kishin lënë vajzën vetëm në gjendje të rëndë. Autoritetet vjojnë hetimet për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes dhe përgjegjësitë e secilit të përfshirë.